claqué kur u pa me të dy. Besëm ti mu ma gillosh, mirë të zemër dy të kram. Besëm ti mu ma gillosh, mirë të zemër dy të kram. Oh ti Ai 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 ai. oh ti sa të dashuroj. Oh bobi ti bobi. Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Apollon, mirë se vini në këtë transmetim të kësaj bisede në studio, që këtë herë do të sjellë një temë të ndryshme nga ato që jeni mësuar të shikoni vazhdimisht. Nuk do të flasim sot as për politikën, as për problemet e infrastrukturës, por për një problem aq social sa është dhe shëndetësor për njerëzit të cilët vuajnë nga një smundje që ju tani mjaft mirë e keni njohur, sepse shpeshherë flitet për këtë smundje në lajme, për këtë patologji në lajme, sepse shpeshherë kërkohet gjak për këtë smundje dhe shpeshherë kërkohet ndihma juaj. Do të flasim sot për sëmundjen e talasemisë, jo në kuadrin e një emisioni thjesht mjekësor, por të një teme më të prekshme se kaq që kërkon t'ju përfshi edhe ju të nderuar teleshikues. Pra do të flasim sot për talasemin. Do të thotë që nuk është një emision vetëm për talasemin, apo jo vetëm për të prezantuar këtu aktivitetin e shoqatës së talasemikëve, disa përfaqësues të cilës i kemi në studio, por është një emision që është kryesisht për ju të nderuar teleshikues, sepse kërkohet ndihma dhe bashkëpunimi juaj për të ndihmuar këta pacientë të cilët jeta e tyre lidhet ngushtësisht me jetën tuaj. Kështu që qëndroni me ne për rreth 60 minuta transmetim për t'u informuar më shumë për këtë sëmundje dhe për pjekjet që bën një shoqatë në Shqipëri, shoqata e talasemikëve të Shqipërisë, të cilët disa përfaqësues të së cilës i kemi në studio, siç ju thash. Për këtë qëllim kemi ftuar sot në studio pikërisht kryetarin e shoqatës së talasemikëve shqiptar, zotin Musa Zeneli. Falenderoj zoti Musa që keni ardhur. Kemi ftuar gjithashtu edhe kryetarin e shoqatës së talasemikëve për rrethin e Fierit, zotin Adrian Kola. Zoti Adrian, mirë se vini. Do të kemi edhe një të ftuar special, i cili e quaj special sepse do dali në mesin e emisionit, jo me pamje të plot. Është një talasemik 23 vjeçar, i cili do na tregojë neve për vuajtjet që heq një talasemik, për të treguar se sa e vështirë bëhet jeta e një talasemiku në kushtet kur ndonjëherë mungon edhe ndihma jonë të nderuar teleshikues, sepse siç e thash është e rëndësishme që neve të ndihmojmë njerëz të tillë, por kjo do të jetë në pjesën e dytë. Fillimisht do të flasim me të ftuarit tanë në studio. Ju përfaqësoni një shoqatë talasemikësh, siç e tham, të smurësh, të cilët dihet që kanë probleme të shumta dhe vetë personi që kemi ftuar në studio do na ndihmoj ta bëj prezente shqetësimin që kanë talasemikët, por si shoqatë që jeni organizuar, mund na thoni diçka se si ka filluar organizimi i shoqatës së talasemikëve, si lindi kjo ide dhe se si është organizuar, si funksionon në Shqipëri. Fillimisht me ju zoti Musa, në cilësinë e kryetarit. Mirë mbrëma. Në radhë të parë, ne që jemi këtu, jemi familjar, që dim që është dhibja, se kemi pjesëtar të familjes që vujnë ky problem. Duke parë që poshtoheshin vazhdimisht fëmijët me talasemi, duke parë dhe një përkujdesje shumë të ulët nga sistemi mjekësor që nuk e njihshin këtë, atëherë u grumbullum prindër dhe pacientë që krijuam shoqatën tonë. Me një fjalë, gjithë anëtarët e shoqatës janë prindër të fëmijëve të vegjël dhe pacientë të moshës së rritur. Jemi të vojtur. Nuk jemi si çdo shoqatë tjetër, pra ne kemi dhimbjen, lotët. Kur u kriju shoqata, me shpirt po e them, edhe keq më vjen që jemi të parët që kemi bërtit në media që në Shqipëri ekziston një diagnozë me talasemi. Për këtë problem, ç'është talasemia, do flasim një çik më vonë. Ne do kemi përgatitur një material të shkurtër, të cilën do ndjekim pak minuta më vonë. Dhe them që nga viti 99 deri më sot, me lodhja, me mundime, kemi arrit shumë gjëra në përmirësimin e jetës të këtyre fëmijëve.
po që ka dhe shumë probleme të tjera. Kemi shoqat telesemikve në Fier, organizimi jonë, në Lushnjë, në Kavaj, në Durrës, në Tiranë. Me një fjalë, në pikat kryesore kemi organizim, koordinim, edhe me mund dhe me sakrifica kemi bërë diçka, po për veten tonë po se po, por edhe për pjesën ndërmuese të popullsisë, veçanërisht të pelgjeve, Fier, Lushnjë, Kavaj, Vlorë, të njohura, edhe po të shikosh sote që shumë çifte në mënyrë vullnetare, duke e dëgjuar, shkojnë bëjnë një analizë të thjeshtë. Gjatë kësaj kohe je i mundu me materiale propagandistike, kemi botu Keni botuar një revistë e cila ka numrin e saj të parë, edhe një libër për talasemir botuar me lejen e Federatës Ndërkombëtare të Talasemisë nga doktor Andrulla Efteliriu, mbështetur nga shoqata farmaceutike Novartis, shoqata zvicerane mjaft e njohur për prestigjin që ka në Evropë, por edhe në Shqipëri kohët e fundit, duke ndihmuar edhe fëmijët talasemik, do ta themi më vonë. Sot si shoqat, ndërkohë që kamera mund t'i fokusohet të dy librat, ndërkohë që zoti Musa flet. Sot si shoqat, ne jemi antar të Federatës Botërore të Talasemisë dhe 2 pjesëtar nga ne jemi me të drejtë vote për çdo vendimarrje që merr shoqata botërore të talasemisë. Të njoftur dhe në media dhe në vendin tonë, edhe një nga sukseset tona që jemi të njoftur, është dhe merit shumë e madhe e medjave të shkruar dhe elektronike. Pa ato, ne do të ishim shurdh, pa ato, përmirësimi i jetës fëmijëve tanë do të ngadalësohej shumë. Përfitoj nga rasti për thënë që ky është rasti i dytë në televizionin Apollon që kryhet një emision në ndihmë të fëmijëve talasemik. Më përpara kemi folur për ditën ndërkombëtare të dhurimit vullnetar gjakut, që ishte 14 qershori, dhe kemi marrë në studio disa pjesëtar të Kryqit Kuq për të bërë një sensibilizim të popullatës për dhuruar gjak. Tashti, talasemia, që ta kuptojnë qytetarët, është një anemi e thjeshtë. Nuk është sëmundje ngjitse, nuk është infektive, mjekohet dhe shërohet plotësisht. Në problemin e parandalimit, me keqardhje them që jemi mrapa dhe vazhdimisht po lindin bebe me këtë diagnozë. Edhe çdo nën që lind një fëmijë, të vetmi gjë që bërtet në spital, pse s'na keni thënë që parandalohet, pse s'na ka informu sistemi shëndetësor, se fatmirësisht kjo diagnozë shkencërisht njihet dhe parandalohet 100%. Zoti Musa, do të kthehemi pikërisht këtyre temave të marra veç e veç, do të flasim për problemin e parandalimit, por që të bëjmë një përmbledhje se çfarë është talasemia, çfarë është shoqata talasemikëve, kush e ndihmon këtë shoqatë dhe si transmetohet kjo sëmundje, me qëllim që ju që po na ndiqni nderuar teleshikues të merrni informacion të plot. Le të ndjeki një material rreth 4 minuta, për cilën më ka ndihmuar sigurisht dhe montazheri i televizionit ton Artan Mara për të nxjerrë një realizim artistik dhe figurativ sa më të mirë. Ky material do të na japë mundësi që të përhapemi shumë mirë në bisedën në vazhdim, sepse ngre çështje dhe jep dhëna shumë të rëndësishme. Është një material 4 minuta.
Talasemia është një nga sëmundjet gjenetike më të përhapura në botë. Organizata ndërkombëtare e shëndetësisë, e cila edhe përkujton çdo vit në 8 maj luftën që bëhet kundër talasemisë, vlerëson se çdo vit lindin më tepër se 100.000 fëmijë të prekur nga kjo sëmundje në gjendjen homozigote, në mungesë të mjekimit. Kjo më tepër në zonat rurale në botë, ku nuk ekziston as kujdesi mjekësor primar. Talasemia është një çrregullim i trashëguar i gjakut. Ajo ul sasinë e hemoglobinës në rruazat e kuqe në trupin e njeriut dhe mund të sjellë në këtë mënyrë si rezultat pamundësinë që rruazat e kuqe të çojnë në mënyrë të mjaftueshme oksigjen atje ku është i nevojshëm. Kjo shkakton aneminë dhe në rast se nuk mjekohet, zemra dhe organet të tjera në trup do të mbarojnë së funksionuari si rezultat i mungesës së oksigjenit. Talasemia trashëgohet gjenetikisht, ka disa raste të transmetimit. Që të shfaqet një rast i ri me talasemi, sëmundja duhet që të dy prindrit të jenë bartës të gjenit. Prindrit mbartës kanë një mundësi të lindin 25% të fëmijëve talasemik. Një person quhet mbartës kur ka vetëm njërin gjen. Mbartësi nuk shfaq vetë sëmundjen derisa të mos ketë dy gjene defektoze. Ndërkaq nëse vetëm një nga prindrit është mbartës dhe tjetri prind normal, disa fëmijë dalin mbartës, por jo të smur. Gjithashtu një talasemik me dy gjenet që i kanë shfaqur sëmundjen mund të martohet me një person normal, por të gjithë fëmijët do të rezultojnë mbartës. Në Shqipëri ka filluar një projekt për depistimin në shkollat të nxënësve në mënyrë që ata të informohen për gjendjen e tyre shëndetësore, kështu që të mos ketë martesa midis mbartësve. Kjo është metoda më e mirë parandaluese e përhapjes së kësaj sëmundje të trashëgueshme. Transfuzioni i rregullt i gjakut është i vetmi mjekim i përshtatshëm deri tani për talasemin. Ai duhet të merret çdo 3-4 javë në bazë të nevojave të pacientëve që duhet të bëjnë me doamos analiza laboratorike në spitale, ambulanca apo qendra të tjera shëndetësore, për të ditur përqindjen e hemoglobinës së tyre dhe në rast se nuk kanë shfaqje të dukshme, si lodhje apo zbetësi të fytyrës. Transfuzioni i gjakut synon të mbajë nivelin e hemoglobinës pothuajse normal, duke zëvendësuar rruazat e kuqe boshe me të reja të shëndetshme. Kjo formë mjekimi e quajtur hipertransfuzion mund të ulë aneminë dhe të sigurojë që indet të marrin sasi normale të oksigjenit. Kjo u jep mundësi fëmijëve me talasemi të jetojnë dhe të zhvillohen normalisht. Që nga është zbulimi i kësaj sëmundje nga mjeku amerikan Cooley, i cili fillimisht ka marrë dhe emrin sëmundja, apo edhe fondacioni amerikan me prestigj që njihet në gjithë botën, Cooley's Anemia Foundation, apo edhe talasemia major, anemia mezetare e të tjerë, sukseset dhe hapat në drejtim të mjekimit janë të dukshme. Megjithatë, transfuzionet e gjakut të përsëritura mund të shkaktojnë grumbullimin e hekurit në trup, gjë që mund të dëmtojnë zemrën, mëlçin apo dhe organet të tjera të trupit. Mënyra më e përshtatshme tani për të hequr hekurin e tepërt nga trupi është injektimi një ilaçi të quajtur Desferal, deri tani më rezultativi, ose kelatori nga goja Feripox dhe së fundi Xjade. Ndërkaq, Federata Ndërkombëtare e Talasemisë, në të cilën përfshihen 91 shtete, po lufton për të gjetur metoda të reja për trajtimin dhe kurimin e talasemikëve, pjesa më e madhe të cilëve janë fëmijë, por dhe adoleshentë dhe të moshës madhore. Përfaqësues së kësaj federate me prestigj, megjithse me staf të vogël mjekësh dhe administruesish, por më tepër me vullnetar në vende të ndryshme të botës, janë përqendruar kryesisht në disa pika, si gjetja e indeve që mund të rrisin prodhimin e hemoglobinës në rruazet e kuqe, gjetja e ilaçeve të reja, eliminuese të hekurit që mund të merren dhe nga goja, transplantimi i palcës së kockës apo i qelizave bazë dhe terapia gjenetike për të zvendësuar gjenet e talasemisë me gjene normale. Pavarësisht se Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri siguron mjekimin me Desferal dhe transfuzionin e gjakut, problem mbetet durimi vullnetar i tij që në vendin ton është në nivele tepër të ulta. Ndërkohë po punohet për pajisjen me aparatura sa më moderne që të depistojnë talasemin dhe të parandalojnë nga ana tjetër që gjaku i dhuruar të mos jetë infektuar me sëmundje që do t'i rëndonin më keq pacientët talasemik dhe do të dyfishonin diagnozën. Aktualisht në Shqipëri ka afro 500 pacient me hemoglobinopati ku përfshihen talasemia major, drepanocitoza, talasodrepanocitoza e të tjerë. Janë 3 qendra ekzistuese ku bëhet transfuzioni i masës eritrocitare, përgatitur për çdo pacient sipas grupit dhe strukturës së tij. Ishte ky pra materiali që bënte fjalë për talasemin, ishte një ekspozim i shkurtër se çfarë është talasemia dhe pam fare qartë që është një sëmundje fare mirë e kurueshme nëse do të mjekohet me gjakun që ne do të dhurojmë vullnetarisht, dhe kjo është shumë e rëndësishme, është një pjesë e rëndësishme në luftën kundër talasemisë, nëse do të ketë preparate siç u tha gjatë materialit, të cilat do të ndihmojnë
largimin e hekurit tepër që grumbullohet nga gjaku që marrin pacientë talasemik dhe kjo është një moment që mund të falenderojmë fare mirë firmën Novartis, e cila ka siguruar Desferalin, madje dhe sfundi ilaçin XJ, që është një ilaç që merret nga goja për të eliminuar hekurin, sepse siç do ta shikoni në vijim të emisionit tonë, është shumë e dhimbshme për një pacient talasemik të bëjë gjithmonë Desferalin me shiringa elektrike që merret nën lëkurë. Edhe kjo është më shumë për të sensibilizuar ju të nderuar teleshikues që me vërtetë është e dhimbshme të bësh jetën e një talasemiku, por ne duhet t'i ndihmojmë ta. Ndërkohë, pa të fare mirë nga materiali që janë duke u bërë projekte depistuese në Shqipëri, të iniciuara nga Ministria e Shëndetësisë, të zbatuara nëpërmjet drejtorive të shëndetit publik, për të parë gjendjen e talasemikëve mbartës, në mënyrë që një person të di gjendjen e tij dhe kështu të mos martohet me një mbartës tjetër dhe në këtë mënyrë të lindin fëmijë talasemik duke shtuar vuajtjen, por këtë do ta themi edhe në vazhdim të emisionit. Ndërkohë zoti Musa ishim duke folur pra për organizimin e shoqatës suaj, tha që keni ecur mjaft mirë me synimet tuaja, por mund na përmbledhni me pak fjalë kush janë qëllimet fikse, konkrete të shoqatës suaj, ku synoni juve dhe sa është përmbushur ky mision që keni vënë vetes? Qëllimi jon është të parandalohet mos të lindin më fëmijë me këto dhimbje. Ky është qëllimi kryesor. E dyta, zbatimi i protokollit mjekësor për këto pacient, që si mjek që ka studiu jashtë në Tiranë, si një mjek i Fietës i Lushnjës, duke pas protokollin mjekësor përpara, atëherë në të gjithë rrethet shërbimit i bëhet unik. Me fjalë është administrimi, se këto fëmijë, këto pacient e shpjegonte mirë materiali, duke marrë gjak vazhdimisht, i shtohet hekrin trup. Edhe po e them popullorë që ta kuptojnë, me fjalë, ky hekër oksidon pjesët, organizmat e trupit, zemrën. Atëherë mjekësia ka nxjerrë atë të famshmin Desferal, që pak veta e din, çdo pacient te gjylpon e bo për natë, lidh pompën në bark dhe e man 12 orë të natës për gjithë jetën e vet. Imagjinoni një fëmijë të flej me gjylpon në bark 12 orë natën. Një torturë. Vetëm këto pacient, për mendimin tim, janë heroj. Do themi janë tamam heroj sepse gjenden si thuash midis dy zjarreve, kanë më së nevojshme të marrin gjakun, kjo është e padiskutueshme, por nga ana tjetër ky gjak që merret i grumbulluar shkakton atë mbi ngarkesën me hekur dhe duhet të luftojnë në një front tjetër pastaj. Problem të dytë është problem i gjakut ose i tretë. Pacientët tanë deri më sot nuk marrin më shumë se 50% të sasisë të gjakut që duhet. Gjaku nuk blihet, nuk prodhohet, ai dhurohet. Por fatkeqësisht akoma nuk është kuptuar, edhe s'po kthehet ai humanizmi i madh që kemi pas ne si shqiptar, që kemi qenë shumë human. Edhe unë shpresoj që shumë shpejt do kthehet humanizmi për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Të kapit çik rreth në fjerit se për këtë punë erdhëm. Do të na flasë edhe më gjithësisht ndoshta edhe zoti Adrian. Për në fjerë. Base pak e dim, të paktën 6 vjet hematolog për fëmijë nuk ka pas. Atëherë imagjinoni se si mund të kontrollohet një fëmijë që lind, është mbartës, është talasemik. Ka 2 muaj, nga të dhanë që kemi dhe kam taku, ka një doktoresh hematologe. Nga 270 pacient që u bën analizat në Qipro, nga 500 që janë gjithsej,
shifër të sakt kam në 270-in 86 pacient janë të Fierit. Por qytetarët e Fierit, institucionet shëndetësore të Fierit, drejtuesit lokal të Fierit, deri më sot nuk ndjejnë asnjë përgjegjësi për problemin e gjakut, se të gjithë pacientët e Fierit o shkojnë në Lushnjë ose në Tiranë. Po ka raste rënqedhëse që këto dy qytete, duke mos pas gjak për pacientët tyne, thonë Fieri ose Vlora të siguroj vetë gjakun, dhe ka pas sa raste të ralla, po të tronditve, që i kanë thonë ktheu siguroj gjakun në Fier. Pash për të ardhë keq, një qytet me tradita, me kulturë të madhe, me zemër të gjerë, që vetëm në vitin 2005 ka këto shifra, 181 dhurime me pagesë, 81 dhurime familjare, dhe në si qytet nuk bëvaki kjo shifër, 39 dhurime vullnetare. Në një qytet me kulturë, me të gjithë, 39 dhurime për gjithë vitin. Zoti Musam, kisha një pyetje për ndërhyrjen mes, mos duhet të ndajmë ndjenën e humanizmit për të dhuruar gjak nga përgjigja e organizmave shëndetësor ndaj pacientëve talasemik, sepse edhe nëse do flasim për gjakun, ne kemi edhe kronikat që kemi transmetuar disa herë gjatë lajmeve që prefektura dhe bashkia janë angazhuar në një dhurim vullnetar të gjakut, por edhe pajisja e spitalit tashmë me një hematolog, ka banka e gjakut në Lushnjë shpeshherë ka bërë sensibilizime, kanë dhuruar bashkia, gjithashtu janë instaluar pajisje të reja, madje në dhurimin që bën mjekët e zonave rurale të Lushnjës në një fushat fundit, drejtori i Shëndetit Publik tha që janë arritur të plotësojnë nevojat për deri në muajin janar. Në fakt është e vërtet që kemi një përgjigje shumë të ulët ndaj dhurimit vullnetar të gjakut. Por ku qëndron sipas jush çalimi i punës së strukturave shëndetësisë në drejtim talasemikëve? Po kapim shifrën 39 dhurime vullnetare. Jo, flasim flas 39. Kur vetë sistemi shëndetësor në Fier, personel, mjek, ndihmës mjek, administratë shëndetësore, mund të ketë mbi 500 personel. Kur një qytet, flas për 2005, se këto shifra janë të sakta, imagjino se sa punë ose çfarë shembulli ka dhënë personeli mjekësor që të paktën të japin një gjak. Është diçka që jam marrë shumë. Në Fier pak e din, mos më thanë keq më vjen, institucion shëndetësore të Fierit nuk e din sa pacient me talasemi ka Fieri. Këtë ta them, nga keni marrë këtë informacion? Ta them zyrtarisht nuk e din. Të t'jesh i bindur se nuk ka shmarr asnjë për arsye se ja ka lënë dopjo 6-ën Lushnjës dhe Tiranës. Por kjo, sepse është mirë që edhe njëherë është e vërtet që strukturat shëndetësore duhet të dhurojnë gjak, është e vërtet. Unë personalisht kam dhuruar, dhe në një apel që kam bërë në televizion ka qenë që të dhurojnë gjak vetë mjekët. Po gjithsesi, pavarësisht se ne bëjmë apel, kjo është një problem që i takon dhe humanizmit dhe anës tyre, dhe po është kurse kur vjen puna se çfarë bëjnë strukturat në anën zyrtare, kjo është një tjetër gjë pastaj, dhe unë për këtë po pyes. Ju mendoni që keni një bashkëpunim të mirë me strukturat shëndetësore si shoqat, flas nga ana ligjore, sepse për sa i përket anës së humanizmit, njeriu ka një zemër vetë dhe i flet vetë zemrës tij, domethënë edhe merr vetë masa. Po kur vjen puna tek strukturat shëndetësore, detyrat që ato kanë përsipër, ju mendoni që i kanë realizuar ndaj jush dhe si ka qenë bashkëpunimi? Ne si shoqat kemi shumë kontradikta, edhe falënderime për punën që kanë bërë, por është diçka. Po nuk dhuroj qytetarit, se e thash edhe një herë, gjaku as prodhohet,
Atë nëse do të prodhosh, do i theshim por këtë dhurohet, po nuk dhuroj qytetari, s'ka që bëjnë strukturat. Nëse ka një mendim që dhurimet me pagesë kanë një shpërblim të vogël, vetëm në Shqipëri, edhe në këto dhuruese me pagesë i falenderojmë se në sajt aty ne po mbijetojnë fëmijët tanë, se mos nuk ka që kuptojnë, vetëm në Shqipëri gjaku jepet me pagesë. Në të gjithë shtetet dhe të ato që në rrethojnë, gjaku dhurohet. Do më thënë, le të themi që strukturat e shëndetësisë nuk kanë një material të parë që ta përpunojnë dhe këtë ta ofrojnë si paketë ndihme. Do thënë, ky është problemi. Sepse duke pasur parasysh që në flasim për shembull për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo vit aty transfuzohen 15 milion paketa me gjak ose flakone me gjak. Është e vërtetë që ka një popullsi shumë herë më të madhe se tonë, por mendo çfarë punë voluminoze dhe është e vërtetë që në asnjë vend të botës, unë mbështes mendimin tuaj, nuk paguhet, përkundrazi ka dhurim vullnetar. Mendoj që ky është apeli më i madh që neve duhet i drejtojmë njerëzve përmes këtij emisioni. Gjithë kjo rini e shkëlqyeshme e Fierit duhet na ndihmoj. Duhet ndihmoj komshiun e vet që kanë pallat. Ai tjetri në komunë. Unë do të tregoj një shembull të Kavajës, qytet i vogël, dy këngëtar në janar dhe të shtyp para një muaj, u bashkun bashkë me 5 shok, në janar dulën duke bërë thirrje, duke kap shoku shokun, pat 50 dhurime. Kurse tashti në muajin tetor, që ishin prapë në Kavaj, po me iniciativën e 2 këngëtarëve, pat 60 dhurime. Kështu që në Fieri ka sportista të nderuar, artista të nderuar, intelektual të nderuar, njerëz të besueshëm, ato sikur të marrin një iniciativë, një propagandim për dhurimin e gjakut, unë jam i bindur 100% se rinia do shpërthet duke dhuru. Qytetari do të dëgjojë njerëz të besueshëm për të dhuru. Në fakt, kam pasur disa herë rastin, zoti Musa, sepse janë bërë disa herë spote promovuese, madje kam parë edhe emra personalitete duke filluar me prefektin, me kryetarin e bashkisë, me drejtorin e spitalit, me disa mjekë të cilët e kanë ndjerë që duhet ta kryejnë detyrën e tyre të mjekut, por kjo është pjesë e përgjigjes së popullit tonë. Do kalojmë tek zoti Adrian Kola, do rikthehemi përsëri te ju zoti Musa, sepse e eklipsuan pak zotin Kola, i cili është kryetari i shoqatës së talasemikëve në Fier. Zoti Musa, zoti Adrian, unë doja të dija, si është realisht sipas pikpamjes tuaj gjendja e talasemikëve në Fier, si e marrin ata transfuzionin dhe cilat janë lidhjet tuaja me strukturat shëndetësore të cilat kanë për detyrë ligjore të japin shërbim adekuat ndaj talasemikëve. Një ekspoze. Sa asaj çfarë bëhet në Fier. Parë doja të falenderoja për emisionin që e bën problemin ton më sensibël, më të ndjeshëm për qytetarët tanë. Shoqata jonë lindi si nevojë për t'ju ardhur ndihmë të sëmurëve, sigurisht janë familjarë tanë. Është krijuar në Fier si vjet, në Tiranë është me hershme, edhe në Kavaj, në Durrës. Si vjet për fat edhe televizioni juaj ka qenë më aktiv në këtë fushë, janë bërë vërtet disa dhurime gjaku, si bashkia, prefektura. Kuptohet, të dhenat që dha Musa ishin reale për vitin e kaluar, ishin shumë të ulta për qytetin tonë. Të sëmurët me talasemi në qytetin tonë në shifër janë më shumë nga gjithë rrethet e tjera. Trajtimi në qytetin tonë është i pamundur bëhet. Gjaku që jepet në Fier është gjak komplet dhe mjekët tanë që për fat keq në Fier nuk ka patur hematolog të emëruar, ka bërë detyrën si hematolog një mjek shumë i mirë i pediatrisë. Dhe doktor Andrea Valle, duhet ta përgëzoj. Patjetër kemi nevojë të përgëzojmë edhe njerëzit të cilët kanë vënë. Dhe në pamundësinë për t'i trajtuar në Fier, ai i delegonte këta në Lushnjë dhe në Tiranë.
sipas mundësive, qytetarët gjenin variantin e tyre më të mirë për të. Në Lushnjë trajtohen rreth 60 pacientë dhe në Tiranë me sa di unë rreth 40. Fieri nuk e di numrin e saktë të smurëve talasemik. Në zona rurale ka edhe fëmijë që nuk trajtohen. Pse mendoni që nuk dihet kjo shifër? Sepse këta nuk na e kanë dhënë. Ne kemi marrë pjesë në shumë sympoziume seminare me përfaqësues të ministrisë dhe të shoqatës hematologëve, mjekëve hematologë në Tiranë, në Lushnjë, edhe ku është organizuar. Dhe asnjëherë s'është dhënë numri saktë për Fierin. Nuk është dhënë juve si shoqat apo nuk dihet? As ata vetë nuk e din saktë. Megjithatë, numri që trajtohet dihet. Kaq është. Rreth 105. Është për të ardhur që keq se trajtimi paktën unë me Lushnjën shkoj mirë, edhe me mjekët janë më gjentilmen në kuptimin e, por ka rënë dhe donacioni, me fjalë dhurimi vullnetar i gjakut, pothuajse megjithëse ka patur një ngritje, mundësia për t'i dhënë këtyre të smurëve gjakun e nevojshëm nuk është. Me fjalë ka pat raste që edhe kthehen. Si vjetë është kërkohet që gjaku të jetë më i sigurt. Fieri ka patur dhe raste që nga transfuzioni i gjakut ka marrë dhe sëmundje të tjera që Kanë diskutuar edhe në emisione të tjera fakti që ka shumë dhurues me pagesë rrit të riskun për të patur. Po. Gjaku i dhuruar është gjithnjë gjaku më i është gjithmonë gjaku më i saktë, sepse ai do bëj kompromis me vetën. Nuk po është edhe më i saktë në shumë elemente të tjerë si hemoglobina apo të tjera, risku i sëmundjeve të tjera është më i vogël. Është fakt ky që të sëmurët tanë nuk e marrin masën eritrocitare aq sa duhet. Edhe po të shikosh në përgjithësi nga 3 javë që duhet vën edhe çik më shpejt. Mirë, po kjo ka dhe ato problemet e veta, anën financiare e gjithë të tjera. Po mirë do ishte që tani Fierit i ka ardhur një mjek, me sa di unë janë 2, po një nuk se ka filluar punë, një djalë që do mbulonte pediatrin, është larguar, se di. Edhe spitali Fierit të fuqizohej dhe të kishte mundësinë që pacientët tanë nga Fieri të kuroheshin këtu në Fier. Do të bëj një pyetje. Ju keni nisur nga fakti që Zoti Musa tha që kemi përpjekur shumë edhe kemi arritur diçka. Duke qenë se nivelet e trajtimit apo depistimit kanë qenë në 0 shumë vitën përpara dhe kemi ardhur në një farë momenti që mund të themi që janë vlera të kënaqshme, por përgjigja më e mirë nga kjo mund të vi nga ju sepse ju jeni pala që e vuani më shumë dhe keni nevojë për këtë trajtim. Ka vend për më shumë optimizëm dhe për më shumë mundësi që strukturat e shëndetësisë të bëjnë diçka më shumë në drejtim të depistimit dhe të kurimit. Është duke çaluar diçka aktualisht në këtë drejtim? Ju jeni të kënaqur me masat që ka marrë ministria dhe struktura dhe linjat e saj për t'ju ndihmuar juve? Ka sugjerime që ju keni nevojë t'i drejtoni ministrisë? Kjo është një pyetje e rëndësishme, mendojmë, sepse është e vërtetë që ne përgëzojmë dhe falenderojmë për punën që është bërë, por në lidhje me depistimin që thatë ju, neve kemi kërku që çdo qytetar çift në momentin që planifikot të lindë fëmijë, edhe s'duhet të ekzistojë termi që dëgjova dhe dëgjoj shpesh, që nuk duhen të martohen. Kjo është një papërgjeshmëri e madhe. Pacienti me talasemi të martohet e të trashëgohet dhe të lindë fëmijë. Dhe kur dëgjoj që s'duhet të martohen, tronditem. Po problemi është që depistimi po i bëhet 15 vjeçarit, 17 vjeçarit. Ka filluar në disa shkolla të Lushnjës. Kurse unë i them dhe strukturave mjekësore në Tiranë, po djem dhe vajzat 20-35 vjeçare që janë kandidat për të martu, si bëhet halli aty? Mirë në shkolla po e bë. Kështu që ka ardhur koha
në një formë ose në një formë tjetër, qytetarët duhet, veçanërisht flas për rrethet problematik, duhet të bëjnë analizë thjeshta e shkreta dhe mos të tremen. Mbartësi i talasemis nuk është i smur. Unë s'jam i smur që jam mbartës 69 vjeç, as i njoh ilaçet. Mjeku ose gazetari thot të smur. Mbartësi nuk është i smur, është i shnetshëm. Po problemi është kur të dy çiftet, si djali, si vajza, janë mbartës, atëre është një mundësi që mund të lindin me talasemi. Është rreth 25%. Me fjalë, 3 fëmijë e tjerë, atëre shkenca prap që të disponohet në Tiranë. Nëse të dy çiftet e din që janë mbartës dhe të trashëgojnë, e s'do të ekzistojë termi që s'do të martohen. Duhet jemi pak të qartë, nuk e di nëse niseni nga materiali, por problemi nuk është i depistimit. Në fakt dhe në material ishte përmendur që mund martohen, po thjesht tregohet nga ana gjenetike se çfarë mund të ndodhë. Nuk supozohet, sepse është e qartë që këtu ka dhe një komponent emocionale, nuk mund ta mbajmë një njerëz dhe t'i themi shiko ti nuk duhet sepse kështu. Por është në termat Po më fal, pse një teoria e bashkëjetesës, e martesës? Këtu problemi është kur të dy e din që janë mbartës, të trashëgohen, por mjeku i jep i këshill nënës. Po. Zonjë, në javën e 8 të shtatzatsnis, urdhron në Tiranë, do bësh analizë, të thotë, baje se ke të shnosh. Po këtu del një problem tjetër, sepse del problemi i abortit, kështu që është një Më fal, aborti në javën e 6, në javën e 8 se po hym ca gjona që prandaj po them se po kanalizohemi në shumë aborti në javën e 6, javën e 8, ma mirë e din të tjerë se sa unë e ti. Me një fjalë, në javën e 6, në javën e 8, konstatohet që nëna fëmijën në bark e ka të smur apo jo. Nëse ka, i thot, zonjë, hiqe, fillot tjetrit. Shansi është 25%. Kështu që nuk do të ekzistoj, po e them dhe njerë dhe ngull kam, mos të ekzistoj termi që këto s'dohet të martohen, trashëgohen. Unë të tregoj këte, në Qipro, takoj 9 talasemike, ishte shtatzane në muajin e 8, kishte fëmijë 3 vjeç, kishte fëmijë dhe 7 vjeç zotërit. Fëmijë të shnetshëm. Prandaj arsyeja sepse janë duke qarkulluar dy mendime dhe kjo është aneks tani që pjesë e këtij debati, sepse qëllimi është në një vend tjetër, por se janë duke qarkulluar dy ide. E para është patjetër të trashëgohen, është e drejta atyre, gjithmonë flasim për drejtat njerëzit. Por në momentin që bëhet depistimi dhe njëhen që janë mbartës dhe që është dhënë dorë dhe është thënë të trashëgoheni, nuk ka asnjë problemi, kur vjen puna pastaj që mund të kapet në amniocentezë një fëmijë i cili është i smur talasemi, ka dalë problemi tjetër i abortimit ose jo abortimit, kështu që janë futur në shumë kanale këto. Të vendos shifti më së Prandaj po them, do të thënë sepse janë duke qarkulluar disa teori. Janë teorirat që të njerëzve që s'janë të informuar. Se pro borde nuk hyrë ke fushë abortet se s'marr vesh, po unë të them, në javën e 8, fëmia konstatohet në barkun e nënës. A më kupton? Kështu që mos ta bëjnë tragjedi këtë punë. Po sepse jesh mëshuar shumë depistimit në këtë dhe qëllimi i depistimit, sepse kanë dalë dy teori, si të thash, qëllimi i parë është mos martohen fare dhe qëllimi i dytë është nëse diagnostikohet një fëmijë talasemik, atëherë të hiqet, që është prap një problem tjetër social, por këto janë thjesht probleme. Ma flitet mos martohen një talasemik me një talasemik. Po. Jo dy mbartës. Po, qartë. Mos i ngatrojmë dy mbartës. Megjithatë, thënë shpesh që qëllimi i depistimit ka qenë informimi. Qëllimi i depistimit është që qytetari ta di që është mbartës, qytetarja ta di që është mbartëse, atë të ketë kujdesin gjatë shtatzatsnis. Ky është qëllimi i depistimit. Ku qëndron parandalimi? Parandalimi është që
duke bë analizën ti, e di që je mbartës, e bë dhe bashortja, analizën e di që është mbartës, atëherë të dy, në momentin që planifikoni të lindni fëmijë, e dini të thot mjekja, specialistja, do thot zonjë, në javën e 6, javën e 8, të lutem shumë, aparat jashtë, mundësiat janë, hajde të kontrollosh. I thot të mbaje, inshallah 1-2 të shnosh. Po. Ky është sqarimi. Ky është sqarimi. Me dy fjalë. Po, ndërkohë neve do të lëshojmë tani spotin e shoqatës së talasemikëve shqiptar, një spot prej rreth 40 sekondash, i cili fton të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin, kudo që janë, të kontribuojnë për dhënien e ndihmës së tyre që çdo pjesë e shoqërisë shqiptare, qoftë strukturat ligjore që janë Ministria e Shëndetësisë dhe linjat e saj të cilat kanë punën e tyre dhe bëjnë punën e tyre, po qoftë dhe shoqëria civile ku bëjmë pjesë edhe unë dhe ti dhe ku bëjmë pjesë gjithë ata që po na ndjekin, të shikojnë këtë spot dhe të përgjigjen me zemër, me një ndihmë konkrete, jo thjesht me keqardhje e njerëzve që vuajnë nga talasemia, ti përgjigjen konkretisht duke dhuruar gjak. Në ndjekin spotin, disa minuta publicitet televizionit Apollon, do kthehemi menjëherë në studio për të folur, për të bashkëbiseduar pikërisht me një talasemik, emrin e cili do ta mbajmë të fshet për arsye etike, ai vetë do të na tregojë se çdo thotë është një talasemik. Transfuzioni i rregullt i gjakut çdo 3 javë është i vetmi mjekim. Por transfuzionet e gjakut të përsëritura shkaktojnë grumbullimin e hekurit në trup, gjë që dëmton zemrën, mëlçinë dhe organet të tjera të trupit. Çdo ditë pacienti injekton në trup desferalin. Çdo ditë 12 orë me agje në trup për të marrë desferalin. Një mënyrë e re, pa dhimbje dhe në pak sekonda, për të hequr hekurin e tepërt nga trupi është Exjade, ilaçi më i ri që merret nga goja. Exjade kushton para, por shëron pa dhimbje. Kontributi juaj është jetë për fëmijët me talasemi. Emision për ju fëmijë dhe televizionin Apollon. Përveç talentit tuaj në fushat që dëshironi, ju do të kaloni një orë të këndshme në shoqërinë e prallave, kurioziteteve, lojrave e zbavitse e të tjerë. Mos mungoni pra, çdo të diel, ora 14:30 në televizionin Apollon. Koha dhe fermeri, çdo të martë ora 18:30 në ekranin e televizionit Apollon. Televizioni Apollon, çdo të hënë, të enjte dhe të shtunë, ora 18:30 deri në orën 19:30, lihet në dispozicionin tuaj nëpërmjet emisionit Zëri juaj. Ju shprehni hallet, problemet dhe shqetësimet tuaja, ne do të bëhemi pjesë e zgjidhjes së tyre. Jo vetëm politik, Jo vetëm politik, jo vetëm politik, jo vetëm politik. aktualitet. Biseda në studio. Biseda në studio. Personazhe real. Jo vetëm politik. Art, kultur, sport. Të gjitha Në një show debat. Jo vetëm politik.
Jemi rikthyer përsëri në bisedën tonë në studio, të nderuar teleshikues që po na ndiqni në valët e televizionit Apollon, siç u thash edhe pak më parë, kemi ftuar në studio dhe një talasemik 23 vjeç, emrin e cilit un po mbaj sekret dhe po i thras me emrin Artan. Do bëjmë një bisedë të shkurtër që ju me vërtet prekni nga afër se çdo thot çfarë është jeta e talasemikut, çdo thot që ai atë gjak që me zi e siguron shpeshherë dhe cilin e hedh në trupin e vet, bëhet një thik me dy presa për atë, duke i shkaktuar mbi ngarkesën e hekurit në organizëm. Mbi ngarkesë e cila e bën me një diagnozë të dytë, mbi ngarkesë e cila detyron të marrë desferalin, është një solucion i cili bëhet injektabël. Tani mirë se erdhën në studio. Mirë gjeta. Ju keni në dorë pikërisht shiringën të cilën duhet ta duroni? Po, në barkun tuaj? Po. Për sa orë bëni desferalin? Për 12 orë. E dini, ju a kanë thënë qartë se për çfarë duhet desferali? Po, të heq shekurin e ngarkimin e gjakut në trupi. Realisht të ndihmon kjo? Po. Do të ishte më mirë për ty të kishe një të ndrojë me kim, ta kishe kokën nga goja apo? Nga goja. E di që ka kokën nga goja? Po. Je ndjeni për këtë? Jam ndjeni. I lexon? Lexoj. Për këto gjëra? Po. Kush është kokra që merret nga goja? Është një farë në gjuhën popullore quhet ekzade. Exjait. Exjait. Edhe ne kështu kemi një shishe përdoret quhet desferal thjesht. Edhe këto i bëjmë për natë na 12 orë. Është e dhimbshme për ty të bësh? Shumë e dhimbshme, sidomos darka një kur vi mallkoj vete. Si është jeta jote e përditshme tani? Si e përballon ti jetën me këtë sëmundje, të mërzit, të ka lodhur, të ka trishtuar? Shumë i mërzitur. Duhet të rrish një gjithë natë apo edhe gjithë ditën në shtëpi, duhet të dalësh vetëm një orë, s'ke mundësi të dalësh, edhe vetëm ditën e Tiranës që vesh Tiranës marrësh një qese gjak. Artan, ti nuk ti vazhdon studimet? Ke vazhduar shkollën? I ka ndërprer. Pikërisht për këtë arsye? Për këtë arsye, se nuk shkojnë dot. Çfarë kërkon ti nga shoqëria, nga njerëzit që ndjekin dhe nga strukturat e shëndetësisë? Çfarë dëshiron? Nga njerëzit që ndjekin, ju bëj thirrjet dhe ju lutem shumë të dhurojnë gjak. Si ndihesh ti kur shikon që nivelet e dhurimit të gjakut me vërtet janë kaq shumë të ulta? Kur ti shikon në një media një spot i cili bën thirrje për dhurimin e gjakut, dhe ditën tjetër kryet një dhurim gjaku dhe ti pret që banka e gjakut të ketë sa më shumë flakone që do ndihmojnë ty nesër. Si ndihesh ti kur shikon që është nivele kaq të ulta? Ndihem shumë keq se do vete e do dal bosh, nuk do ketë gjak. Prap ne në Tiranë jemi në ditë 10 kalamaq që hedhin gjak, edhe fillon nga e hena deri të shtunën. Me dhurimin që marrin gjak, e dhurimet më të shumta të kalamajve ikin bosh. Nuk ka gjak. Së fundi Artan, ke persona të cilët veçanërisht do t'i falenderosh për gjithë që kanë bërë për ty, për të ndihmuar ty, qoftë njerëzit që të qëndrojnë afër, qoftë ata që të ndihmojnë konkretisht. Po në rast të parë falenderoj Gish Musan. Falenderoj fermierët që janë shumë të mira në Tiranë. E të gjithë ata që më ndajnë. Ke një kërkesë, një apel veçantë ndaj strukturave të shëndetësisë, çfarë do dojnë ata? Ju them ministrit i bëj thirrje rast parë të rimbullsoj këtë kokrën që ka dalë desferal dhe mos të cipohemi ne natë për natë. Artan, unë të falenderoj që ndave me ne dhimbjen tënde dhe se si e përjetojë të jetën. Shumë falenderoj edhe ju. Mirë, do kthehemi përsëri me të ftuarit në studio, do të diskutojmë me ju edhe në një aspekt të fundit. Ishim duke folur pikërisht lidhja juaj me shoqatën farmaceutike Novartis, se cilët ju e përmendni shpesh, madje është dhe financuesja e librave dhe revistave, po çfarë është më e rëndësishme është që ju kanë ndihmuar konkretisht me desferalin dhe Exjailin. Të flasë qikë për Exjailin, edhe pak kohë na kanë ke i vendos në mjekësi të qymë zhade, se me qenë se ngatrojnë njerëzit, një nën talasemike në Amerikë, nën talasemike në Amerikë. është kjo, që se ka mund të fokusoj. Ka folë në mbledhjen e komitetit këshillmor me fjalë administratë të ushqimit dhe medikamentet të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po da, ja thash. Unë jam shumë e kënaqur që fëmijët me talasemi do të jenë në gjendje të shkojnë në përfestime si gjithë fëmijët e tjerë, me një fjalë duke pi hapjan,
Ai nuk ka më nevojë, si Artanin që kishim studio të mbante 12. Ato mund të dalin për darkë, pa gjithë ato tubo me vete dhe pa vështrimin e të tjerëve mbi ta. Dhe njerëzit nuk do i pyesin më pse lëkura e tyre duket jeshile. Tashti vim nëna talasemike. Dy besat e mia, thot. Besat janë drita e syve të mi. Tani unë besoj se do i shoh të shkollohen, të martohen. Për mua kjo vlen se gjithë bota. Egzajda, zhade për themë, më dha shpresë për sëri. Me një fjalë, këtu ka një pikë interesante në fund, që nëna talasemike pret të martojnë besat, më kupton mentaliteti, kurse ke ne mentaliteti ka qenë se një pacient me talasemi e ka jetën e shkurtër. Gjyshja pret të martoj besat. Atëre, si arjet kjo? Arjet me gjak të plot, me kujdes mjekësor të sakt, edhe me ndihmën e shoqërisë. Po, zoti Adrian, keni ju një apel të fundit për të drejtuar njerëzve që po na ndjekin, apo kujdoni ju që t'ia drejtoni këtë apel? Unë kam një apel për qytetarët tanë, të cilët janë më të vetëdijshëm për të dhuruar gjak. Një apel kam edhe për strukturat shtetit, Ministria e Shëndetësisë, na bëj sa më të mundshme, sa më shpejt egzade në përshpijit dhe familjet tona, që ajo dhimbje që kanë ata për natë të largohet nga fëmijët tanë. Po unë ju falenderoj që ishit në studio, falenderoj zotin Musa Zaneli, kryetarin e shoqatës talasemikëve, dhe ju zoti Adrian, si kryetari i shoqatës së talasemikëve të Fierit. Falenderoj dhe djalin 23 vjeçar me pseudonimin Artan, i cili ndau me në dhimbjen. Falenderoj të gjithëve juve që na ndoqët, nderuar teleshikues, por më shumë do ju falenderoj nëse edhe nga zemra do ju falenderoj të gjithë talasemikët shqiptar, të gjithë ata që ndodhen në Fier, ata që ndodhen në Lushje, në Vlorë, në Kavaj, të cilët janë duke na ndjekur përmes valëve të televizionit Apollon. Nëse neve do të vëmë dorë në zemër të dhurojmë për ata gjakun që ka nevojë, edhe nëse do të bëhemi pjesë e dhimbjes së tyre me një ndihmë konkrete që do të gëzonte jetën e tyre, do të ishte shumë herë më mirë dhe shumë herë më falendëruese. Të dalim nga kufit e një keqardhje të thjeshtë edhe një frike se nëse dhurojmë gjak, gjaku ynë do shitet apo gjaku ynë nuk do shkojë atje ku duhet. Është mirë që dhurojmë gjak në mënyrë që të ndihmojmë njerëzit të cilët kanë nevojë për gjakun që neve kemi në trupat tanë. Le ta bëjmë një shkëmbim jete me njerëzit që kanë nevojë për këtë problem. Të ndërhyj 30 sekonda. Të jeni të sigurt që gjaku që jepet për talasemikët nuk është shit asnjëherë, ka shku direkt ato. Prandaj të kem besim, gjaku që japin, shko ke ta marrë fëmijëve. Gjithsesi, mua më bëhet shefi i nderuar zoti Musa dhe i nderuar zoti Adrian që mbyll me optimizëm një emision i tillë, sepse është e vërtetë që jeta e talasemikut është e vështirë, por mund ta lehtësoj ndihma jon edhe ilaçet që merren nga goja, siç është XJD për parandalimin e mbingarkesës në hekur, kështu që gjithçka mund t'i rikthehet normalitetit, mjaft që secili të bëj pjesën e tij. Ne si njerëz të dhurojmë gjak, edhe strukturat përkatëse në bazë të fondeve dhe në bazë politikave të tyre të bëjnë ç'është e mundur që të ndihmojnë njerëzit të cilët kanë nevojë për të bërë një jetë sa më normale. Falenderoj edhe një herë gjithëve që na ndoqët, falenderoj edhe një herë juve që ishit. Faleminderit televizorit. Do të takohemi përsëri në emisione në biseda të tilla në studio për tema të ndryshme. Mirupafshim. Faleminderit. Plum goja djel. Vazhdojnë regjistrimet në Universitetin